Përshëndetje të gjithëve. Çdo ditë diskutojmë mbi atë se kush është elita jonë, ajo që na udhëheq, ajo që ka në një farë mënyre fatet tona në dorë. Kush është populli ynë? A është një relacion i cënuar midis këtyre dy domeneve? Çfarë po ndodh me këtë raport, pra midis popullit dhe elitës? Kush e ka fajin për mos ecjen e punëve të kësaj shoqërie, pra përgjithsisht shoqërisë shqiptare? Për ta diskutuar këtë tematik, unë kam të ftuar hoxhën e njohur nga Shkupi, Bekir Alimi, i cili jo thjesht i ka pak përqef, sepse në përqef mund të kemi shumë gjëra, por që deri diku ka arritur të japë disa mendime të ezauruar mirë për sa i përket aspektit të shpjegimit social, të shpjegimit politik dhe gjithashtu fetar të këtyre fenomeneve. Hoxhë nderuar, faleminderit që pranuat ftesën për ta diskutuar këtë tematikë kaq të mpret. Fillimisht do ju drejtohesha me pyetjen për t'i përkufizuar se çfarë janë elitat, si lindin ato, si konturohen ato. Fillimisht, ju falenderoj gjithashtu edhe juve dhe me të vërtet ndihem i privilegjuar që t'jem pjesë e këtij debati në lidhje me këtë temë, sepse është një çështje e cila ka ndikimin, domethënë, në ndryshimin e gjendjes së shoqërisë tonë. Këto elita që sot llogariten si të tilla, që në aparencë dalin si elitë, dhe shoqëria, dallimi mes tyre, lidhshmëria mes tyre, janë çështje që na duhet detyrimisht t'i kuptojmë mirë për të pasur se çka po ndodh në shoqëritë tona. Në këndvështrimin e Islam fillon përgjegjësia individuale nga individi. Mirë, po pastaj me kalimin e kohës dhe shtimin e individëve të përgjithshëm krijohet një grup, domethënë, e shoqërisë me përgjegjësi, masa e gjerë, ose ajo që quhet sot, domethënë, në studimet sociologjike, masa kritike. Dhe jo rastësisht, domethënë, shoqëria e cila për shtyllë të zhvillimit vet e ka diturinë, ajo çdo do të prodhon, do thotë, masë kritike, nga cila masë kritike do të del elita. Sot realisht nuk është një situatë e tillë. Sot, domethënë, veprimet politike krijojnë një masë elitare. Dhe pastaj masa elitare politike shoqërohet me pjesën tjetër, akademike dhe atë mediatike. Nëse bëjmë një studim personazhit të faraonit në Egjipt. Faraoni ishte ai që përfaqësonte elitën, ishte totalitar. Dhe për ta imponuar mendimin e tij totalitar i kishte magjistarët, që shumë shkencëtarë bashkëkohor musliman krahasojnë magjistarët me punonjësit e medias. Sepse media me plot gojë, mund ta themi, të bardhën mund ta shndron në zezë. Dhe të kundërtën, zezën mund ta shndron në bardhë. Ajo që e bën magjia realisht, faktet jo ekzistente ti paraqes si ekzistente dhe të kundërtën me të kundërtën. E tani, do thotë, sot na elitën që na përfaqëson në aparencë, do thotë në pushtet, në pjesën akademike, në media, është ajo që ka prodhuar populli apo është imponu popullit? Realisht, nëse analizojmë, do thotë, në mënyrë domosdoshmërisht sistematike, që nga fillimi i tyre deri në pozitën që kanë arritur ata, shohim se jo, nuk mund të jetë se kjo elitë është prodhim i kësaj shoqërie. Se realisht në shoqërinë tonë, do thotë, me gjitha do thotë devijimet edhe degenerimet përsëri ka një mirësi që s'paku une për popullin tonë shqiptar mendoj se në esencë e kanë një zemërbardhësi dhe një mirësi substanciale, domethënë. Mirë po, për shkak të rrethonave të vështira të jetesës, kemi pas pushtetin diktatorial domethënë në Shqipëri dhe kemi pas pastaj sundimin diktatorial në pjesën tjetër të Jugosllavisë nga serbët, për shembull, apo maqedonasit, dhe kjo detyrimisht ka luajtur një rol të devijimit nga kjo substancë, domethënë, e mirësisë dhe zemërbardhësisë që kemi pas, dhe kjo ka krijuar, domethënë, që quhet nus produkte, gjysmë produkte, të cilat edhe në sferën e akademizmit, edhe në sferën e politikës, pastaj edhe të medias, kanë krijuar një lloj aparencë se ata janë sot, do të elita. Dhe kjo elitë çka bën tani për momentin? Pengon popullin, që unë mendoj se populli shqiptar është popull i bereqetshëm, dhe do të prodhon domethënë burra të mëdhej, si ka prodhuar në kaluarën. Për shembull, figura e historia shqiptare është me plot figura të mëdhej, markante në nivel global, botnor, jo vetëm në nivel lokal, deri te domethënë nobelisti i fundit, domethënë Ferit Muradi, e mos flasim për më herët, domethënë figura që gjithë globi i njeh si shqiptar.
Edhe në rrafshin humanizmit, edhe në rrafshin akademizmit, edhe në rrafshin e islamit, edhe këtë tregon se kështu si popull, domethënë na jemi shumë të përgatitur me dhënë figurat më mëdha. Mirë, po çka ndodh realisht? Kjo elitë e improvizuar, e cila e ka marrë pozitën e elitës, nuk lejon popullit të vazhdon me prodhu njerëz me merit elitar. Andaj kur bie niveli për t'i afirmuar më shumë se sa për të prodhuar, po edhe për t'i afirmuar. Po. Dyja që një pengon prodhimin, sepse prodhimi i figurave elitare të vërteta do të jetë konkurrencë. Edhe konkurenca edhe do të futet në hije nëpërmes magjistarëve medias, përsëri sot me mediat alternative, me rrjetet sociale, ai do t'i imponohet shoqërisë. Dhe na kemi shumë miq që i njohim personalisht, janë gjigant mendimet e tyre, mirë po sot media shqiptare nuk i ka të veta. Ata fillimisht do të pengojnë, pse do të pengojnë? E para sepse sistemi i arsimit në tokat shqiptare me konsenzus është në dekadencë. Nuk ka zhvillim. Bile për shembull për në Kosovë ishte analiza e vitit kaluar sipas domethënë qendrave statistikore e bonopisës, ishte e fundit. Tani po të ishin këta elitarë të vërtetë do të prodhonin mekanizme për të vazhduar trashëgimtarët e vet. Se kështu se s'mundesh ti i përjetshëm të mbetesh domethënë i vetmi mendimtar shqiptar, i vetmi politikan shqiptar, i vetmi artist shqiptar. Jo, ti përkundrazi, elitari i vërtet është ai i cili punon për kriju zëvendës të vetët të mirëfillt, të cilët janë në nivelin e përgjegjësive që do t'i marrin. Andaj, nëse studiojmë domosdoshmë punën e shkollimit, e shohim se është nivele katastrofale dhe normalisht ky shkollim i tillë pengon prodhimin e njerëzve elitar. Pastaj, nëse eventualisht dikush është gjeni dhe vetë ju imponohet shoqërisë, domethënë me aftësitë e veta dhe me kontributin personal që e bën në sferën e marrjes së dijes, vjen puna e medias nuk e spikat. Vazhdon ta mban në hije. E normalisht ai njeri pastaj nuk ka shansa të futet në rendën e politikës. Koncepti islam i pushtetit, asaj që mund quhet domethënë elitë dhe ndikim, është dituria. Vetëm dituria është pushteti i vërtet. Të gjitha pushtetet e tjera janë domosdoshmë shoqëruese. Se një njeri që ka dijet mirëfillta për qeverisje, ai është politikan i suksesshëm. Jo ai që ka marrë për shembull votën duke manipuluar me masën e gjerë të varfën, e cila ka krizë për bukë, e mos flasin për gjëra më të mëdha, dhe me një ofertë shumë modeste ekonomike ja merr votën atij. Pse? Sepse atë lan pa shkollim. Atë lan domodin pa dituri krahasuese. Dhe normalisht atë që ofrojmë na nëpërmes mediave tona, ai e pranon si fakte të vërteta dhe ti shumë lehtë ki pastaj me një ofertë shumë modeste ekonomike t'ia marrësh dhe t'ia blesh votën. Në dallim të një strukture tjetër, e cila do të jetë e arsimuar mirë, do të ketë domosdoshmë aftësi për të pasur zhvillimin e shteteve të mëdha të zhvilluara, krahasimet mes to, edhe atë që ofron ti do të ketë shumë lehtë ta refuzon, edhe të jetë i dinjitetshëm. Që domosdoshmë refuzimi i tij të jetë nga dinjiteti, se nuk lejoj unë ti të përbaltish gjithë këtë aftësi time akademike që e kam, gjithë këtë shkollim timin që e kam, gjithë të dije që e kam, e të më ofrosh një ofertë modeste të tillë, unë ta pranoj pastaj e të bëhem mbrojtësi i yti. Kretë kjo domosdoshmë e bën atë dallimin për me kuptuar sot se masa e gjerë e popullit tonë fatkeqësisht nuk e prodhon këtë elitë që kemi dhe kjo elitë i insiston domosdoshmë duke i përdorur mekanizmat që i ka mos lejon prodhimin e elitave. Mirë, po kjo çka ofron, çka shkakton? Shkakton domosdoshmë një dekadencë gjenerale gjithë popullit tonë. Unë e thash, populli shqiptar në momentet më të vështira të historisë së vet ka dhënë koka të mëdha. E si mos mundet sot, për shembull shekulli 21, që me gjitha domosdoshmë konstatimet jemi në gjendje shumë më të mirë dhe më të favorshme se kemi qenë të kaluarën. S'paku qeverisin për njerëzve tonë. Më e pakta. Më e pakta, do thotë. Si ka mundësi sot na mos më ofru asnjë kokë me peshë ndërkombëtare. Kjo tregon se diçka është problematike. Ose ata që përgjigjen si elitë nuk e meritojnë atë pozitë, ose domosdoshmë ky popull ka ndryshuar. Realisht nuk mundet një popull të ndryshon aq shumë sa që me shekuj ku ka dhënë koka të mëdha ndërkombëtare sot mos e mund të më dhon asnjë kokë. Po tregon se kjo elitë e ka uzurpu këtë popull, edhe për momentin është duke e përdorur vetëm si makineri votimi. Edhe e kanë shëndruar tamam si ajo teoria domosdoshmë e Greqisë së vjetër filozofike, qenie politike. Po pra, po ka rrugëzidhje. Sigurisht. Çfarë ofron historia si shembull, si ashtu ka rrugëzidhje kjo gjë me gjendën gjithsesi. Okej, është bërë ky rrethim psiqik, por a ka zgjidhje gjithsesi? Ekzistojnë skema? Patjetër, shoqëria do thotë e para duhet pajiset me dituri. Ademi, alayhis salam, njeriu i parë,
Kur dashi Zoti tregon pse e ka dalluar njeriu në parë kërkesave tjera, u tregoi sepse ai i dinte gjëra që nuk i dinin as me laçet as kërkesa tjera. Sepse të them diçka, ndalu pak te kjo. Unë po ta them si material. Unë kur shikoj për shembull që shikoj me këtë sy mesazhet, komunikimet me që kjo është një risi ku kryeministri në Shqipëri komunikon pra në Facebook me lexuesin, nuk shikoj pothuajse asnjë mesazh ku për një çështje të caktuar një njeri nga populli, një lexues, ti thot, shiko, ti po gabon në këtë aspekt, ndërkohë që do ta bëj kështu më mirë. Po. Nuk ka asnjë gjë. Pra, në një farë mënyrë kjo është një ofrim eksperiencë, një ofrim dije që t'ia bën. Pra nuk shikoj, ka vetëm ato shprehje të zakonshme, ndonjë çar, ndonjë ironi, ndonjë atë komunikimin rëndom, por nuk ekziston absolutisht. Dhe këtë du them, a e penalizon kjo situatë edhe vetë Faktë është, shiko si është puna, se shoqëria, këtu është ajo amullia që krijohet, se shoqëria Se më fal, edhe një herë, jo të gjithë në Facebook janë të tillë, aty mund gjesh edhe akademik, Sigurisht. mund gjesh edhe njerëz përgatitur. Dhe habitëm si nuk ka një njeri në një unë shikoj me raporte me për dy arsye. E para se zgjidhja është më e vështirë, e dyta është elaborimi i zgjidhjes më e gjerë. Mirë po, ajo që ndodh si amulli është se zakonisht kur shoqërisë i imponohet një elitë e tillë, që nuk ka dalë nga gjiri i vetë shoqërisë, ajo domthon e sjell shoqërinë në atë stadium që ajo të mendon se është e paaftë për ta korrigjuar këtë pushtet ose është e paaftë për t'i ofruar alternativë. Realisht nuk është e vërtetë. Çdo individ shoqërinë tonë, le ta supozojmë se gjendja është në nivelet më kritike të mundshme të paraqitjes së elitës, qoftë ajo e pushtetit, e akademisë, e medias e kështu me radhë, e biznesit. Domethënë, këto janë katër strukturat që imponojnë elitarizmin, domethënë pushteti, media, akademia dhe biznesi. Zatën një njeri sot i thjesht, i rëndomt, nëse dëshiron të jetë elitar, do të mundohet në këto katër branche të jetë i dalluar. Nëse arrin postet të larta në njërin prej këtyre katër brancheve, ai mendon se është elitar. Mirë, kjo nuk është e vërtetë. E vërteta e vetme që ti mund të bësh elitar është dituria. Ti vetëm me dituri të mirëfillt mund është të jesh elitar në të gjitha pozitat shoqërore. Se thash, vetëm dituria është ajo që garanton elitarizmin e vërtet dhe këto elemente tjera, edhe pushteti, edhe do thot media, edhe biznesi janë shoqëruese. Ato po i ke, bëhet edhe më mirë sepse të ndihmojnë të përhapësh domethënë qëllimin dhe misionin tënd. Po si ke më vështirë. Andaj jo rastësisht domethënë në Islam vlera e parë dhe kryesore që jepet njeriu dhe që njeriu me të fiton vlerën njeriu është dituria. Andaj Ademi alayhis salam, njeriu i parë kur i krijua dhe u dallua nga krijesat tjera ishte sa i dinte emrat e gjëra që nuk i dinin krijesat tjera. Dhe jo rastësisht në Islam, do të citati i parë hyjnor që zbret nga qielli në tokë për ndryshuar gjendjen e gjithë globit është lexo. Andaj jo rastësisht ne sot për shembull media çfarë roli luan. Për shembull gjithë na përcjellim median. Na nuk shohim se media e ka rolin e afirmimit të leximit dhe shkollimit të trive. Do të cilë mund të jetë emisioni më i shikuar domethënë në ekranet televizive. Shohet e lloj-llojshme që janë. Andaj për shkak se shohet e lloj-llojshme janë më të shiquarat, ato edhe prodhohen më shumë se tjerat. Emisionet edukative, emisionet arsimuese nuk ekzistojnë në ekranet televizive. Do thotë media në këtë rast nuk e luan rolin e arsimimit dhe edukimit të shoqërisë tonë, por luan rolin e dehjes së mendjes së shoqërisë tonë në argëtim dhe dëfrim. Kjo ka qenë sprova e Romës së vjetër. Do të këndojnë, tha, ke filmi, tha, le të këndojnë, tha, është gjë e mirë, tha, kur populli do të këndojë. E dha mesazhin. Edhe Roma ishte e dhënë pas bukurisë edhe artit, edhe në fund pësoi disfatën. Edhe Kenet, tani për ta mashtruar, se në llogari të zhvillimit intelektit, neve zhvillojmë pasionet tona, të lloj-llojshme, atë ti s'mund të krijosh masë kritike. Andaj, ajo që mund të jetë alternativa është që na detyrimisht duhet të gjithë të insistojmë, të gjithë që kanë domethënë pjekurit mjaftueshme ose janë prind, të insistojnë që fëmijët e tyre do e mos të shkollohen. Jo me shkollim formal, me shkollim cilësor. Nëse na krijojmë domethënë një brez të rish me shkollim cilësor, të cilët spaku do t'i dinë 3, 4, 5 gjuhë botnore, atëherë na do të krijojmë themelin ose platformën bazë nga e cila platformë do të krijohet masa kritike, pastaj nga cila masë kritike do të krijohet masa elitare.
Edhe ajo mas elitari të jetë me merit, mas elitari e vërtet. Gjithmonë ka një zgjidhje dhe jo kjo zgjidhja pavarësisht është e shtrirë në kohë. Se ne duam gjërat bëjnë që nesër. Jo, normalisht proceset e prishjes janë të shpejta. Proceset e ndryshimeve pozitive në rreshjes janë nga data. Shumë thjesht është, një shtëpi për ta prish duhet një ditë. Për ta ndërtuar duhet një vit. E qartë. Edhe këtu, shoqëria jonë për momentin gjithë na e kemi vërejt, do thotë nuk ka pasionin e mjaftueshëm të duhur për shkencë dhe ditori. Kjo është evidente. Andaj shumica e njerëzve do thotë e parapërqejnë gurbetin, që është domethënë një sfidë moderne që ka populli shqiptar, me qindra mijë janë në Greqi, me qindra mijë janë në perëndim në Evropë, edhe pjesa tjetër e shqiptarisë, domethënë Kosova maqedonisht e ngjashme me Evropën perëndimore. Pse? Sepse aty leku fitohet domethënë me kontribut fizik. Mirë, po para mendoni nëse na prodhim intelektual të mirëfillt. Sikur se ndodh tani me mjekësinë, për shembull nga Kosova dhe Maqedonia, çdo student i mjekësisë që sapo e ka përfunduar fakultetin e mjekësisë, me automatizëm pranohet në Gjermani, domethënë edhe në specializim, edhe i punësuar me rrogë, domethënë marramendse që skrahasohet me rrogat këto. Që tregon se nëse ti jepësh shkencës dhe diturisë mirëfillt, jo vetëm të ku të shkosh ti do të kesh vlerë. Andaj thash dituria është ajo që të jep pushtet vërtet. Jo vetëm për shembull në qarqe ku njerëzit për shkak afërsisë dhe njohjes dhe nepotizmit mund të bëjnë njëri të madh, po ku të shkosh në botë me aftësitë tuaja personale, shkencore, ti mund të bëhesh i madh. Andaj na të gjithë si shoqëri do të insistojmë që populli jon të ngritet në aspektin akademik, në aspektin shkencor, në aspektin e diturive, nëse na krijojmë domosdoshmë njerëz të tillë që sepse dituria e para të çliron nga shumë iluzione. E dyta ti largon shumë pranga. E treta do mund të bën shumë guximshëm. E katërta të bën shumë të fuqishëm, se me fakte, me argumente flet. E pesta të bën triumfues vazhdimisht. Thot Allah i madhërisht yarfa Allah alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. I ngrit Allahu ata që kanë besim dhe dije në grada të larta, i ngrit. Nuk mundet me qenë domosdoshmë i dituri, i imposhtur dhe i ulur asnjëherë. Edhe për atë shkak do thotë nëse na të gjithë shtresat e shoqërisë, duke filluar për ata të pushtetit që janë të sinqertë dhe devotshëm, për ata të medias të sinqertë dhe devotshëm, për ata të biznesit, për atyre të akademisë, të investojmë na në rritjen e kualitetit dhe cilësisë së arsimit ton, ne do të fillojmë të jemi platforma e prodhimit të një elite meritore, të një elite e cila detyrimisht ka me na ndihmu neve në rrugën e avancimit ton dhe zhvillimit ton. Të kundërtën ndodh ajo që ka para pa profeti Muhammed, lavdi dhe bekimi Allahu qoftë mbi të. Tregon Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhuma, sa joni Imam Buhariut, një porosi shumë interesante që i përcakton këto raporte dhe këto lidhje. Thot inna Allaha la yantazu ilman intiza'an min sudur nas. Allahu nuk e ngrit dijen nga gjoksi dhe mendja e njerëzve. Se nuk ndodh për shembull sot dish diçka nesër të harrosh atë. Mirë po, dija ngritet nga populli duke vdekur dietarët akademik. Kjo është shumë interesante. Nëse shkollat tona, universitetet tona, akademitë tona nuk prodhojnë çdo vit me qindra njerëz akademik, po meritor të fjalës akademik, me qindra, ne jemi popull i vdekur. Se kështu vdes një popull, kur i vdesin dietarët, se nuk ka nevojë të zhduket biologjikisht çdo shqiptar. Mirë po nëse na si popull shqiptar nuk kemi akademik në rangut botnor, të cilët leret që domthonë pasurojnë mendimin shqiptar, po e pasurojnë edhe mendimin ndërkombëtar, na s'mund të jemi popull domthonë i madh dhe popull me ndikim në rrjedhat botnore. Tash dikush ka mundësi me thonë, "Hoxha, je shumë me ëndra dhe imagjinata të mëdha." Secili duhet me pas domthonë synimet të larta në jetën e tij. Edhe na si shqiptar s'kemi paramenduar të jemi udhëheqës perandorive të mëdha, mirë po ka ndodhur që kemi qenë. Kështu që do nuk është e pamundshme edhe të ardhmen të kemi nivel të tillë. Mirë po, duhet të gjithë të investojmë që të krijojmë një shtresë akademike të vërtetë. Andaj Allahu nuk e ngrit dijen duke e ngrit nga gjoksi njerëzve, por duke vdekur dietarët. E tash këtë rast. Kur s'kemi në masë kritike dietarësh që ata e hartojnë do strategjinë e zhvillimit kombëtar, atëherë njerëzit do t'i pyesin ignorantët. Çdo kush që dim pak më shumë se ai, për shembull në fushën e politikës, pak kush di marifete më shumë është më i suksesshëm politik. Në media kush din disa marifete pak më shumë bëhet më i suksesshëm në media, edhe do të populli të merr si elitar ignorantët. Edhe ata do të ketë udhërrefyes për hallet e tyre. Ata do t'i pyet për gjendjen e tyre. Dhe normalisht ata dije tyre kufizuar do të përgjigjet me atë sa din. Pyetja që këta i parashojnë. Kështu që ata veten do ta lajthisin, po të lajthisin edhe popullin mbarë. Kjo është gjendja jonë fatkeqësisht momentale. Në mungesë të një strukture të mirëfillt akademikësh, të cilët
përcaktojnë objektivën e zhvillimit tonë, strategjinë që do ta ndjekim në zhvillimin tonë, vetë na mbrojnë pastaj prej lejthitjeve dhe vijimeve që mund na bëjnë njerëz që kanë agenda personale ose të huaja në dëm të popullit tonë. Kjo që thatë është shumë e vërtetë. Unë para pak javësh jam ballafaqur me një realitet ku dy njerëz me shumë pushtet në nivel ministrash, qeveritarësh, po dëgjonin në tavolinë leksionet e njeriu që nuk ka pushtet në kuptimin pushtet ekzekutiv, pushtet vendimarrës, por ka pushtet në dije mbi biznesin, mbi geopolitikat, mbi zhvillimet. Dhe ishte një skenë shumë interesante, ku ky fliste dhe ato e dëgjonin me shumë vëmendje. Po ishte një skenë njëkohësisht që vërtetonte diferencën midis dijes së dy palëve. Ama në pushtet në vendimarrje ishin ato që nuk dinin, po ai sa ishte ky që s'kishte vendimarrje. Ishte dhimbshme si suad dhe më kujtua kjo në shpjegimet e tua. Në historinë islame kemi dy raste, do t'i përmendi vetëm se për treguar domethënë se si pushtetarët musliman e kanë kuptuar shumë mirë se dija është pushteti i vërtetë, domethënë jo pushteti ata që kanë pas. Në Bagdad, ku sundonte Harun al-Rashidi, një ditë në mëngjes u prap një zhurmë e madhe në qytet. Edhe dolën në balkonin e dritarën e pallatit mbretnor që kishte Harun al-Rashidi, ai dhe gruaja e tij, edhe shohin një turm të madh njerëzish lëviz, thotë çka u bën, kush është duke lëviz, domethënë çka ndodhi tash, pse dolën gjithë njerëz në rrugët e qytetit. E jerdh lajmi, thotë Harun al-Rashidi, thotë ka ardhur Abdullah ibn Mubareku, njëri prej dietarëve eminent në kohën e tyre. Thotë kanë dalë njerëzit për ta prit ata. Ai thotë gruaja Harun al-Rashidi, thotë ja cili është pushteti i vërtetë. Kur gjithë njerëzit dalin me vullnet, me dëshirë, me prit atë si dietar. E jo ti kur vjen nga udhëtimet e tyre që dalin pushteti i nxjerr me dhunë për të prit ty. Ashtu sikur të ndodh tash në organizimet e tubimeve elektorale që do thotë shkollat, fabrikat i çojnë me zërin kontingjente elektorale. Numër i madh. Ky ka qenë dallimi dhe muslimanët kanë kuptuar shumë mirë, do thotë se pushteti i vërtet është ai pushtet i atij dietarit që dalin populli me vetë dëshirë të takojnë ata. Dhe ndihen shumë nderuar dhe privilegjuar kur takohen me të, sepse nuk fitojnë prej tij interesa materiale, fitojnë prej tij dije që është më e shenjta dhe më e shtrenjta se çdo gjë tjetër. Tregon një rast tjetër, një kalif i muslimanëve kishte shkuar në Mekë në haxh dhe kishte marrë me veti djemt. Mufti i Mekës në atë kohë ishte një dietar i cili ishte korbizi nga Afrika. Edhe ishte i shëmtuar ashtu në pamjen e dukshme. Mirë, po ishte i më i ditur i Mekës në atë kohë. Edhe i çoi kalifi musliman djemt e tij te ai hoxha të marrin mësim gjatë kohës së qëndrimit në Mekë. Se ishte privilegj që është nxënësi i atij, akademik themi tash prej yje botnore. Dhe mirë, po ky hoxha me qëllim sa ata fëmijët pak të llastuar, fëmijë mbretërësh, u soll pak me to më vërash se sa zakonisht, e këta u nevrikosën nga kjo sjellje e tij. Edhe në obab nuk durohet, do thotë ashpërsia e tij. Thotë bitë mi, ose do të duroni ashpërsinë e tij të mësoni, ose do më thonë do të arrini pushtetin, po do të keni pushtetin e vërtet, ajo është dija. Interesante. Dhe tani dalim një pikë tjetër. Nganjëherë mbi popullin si masë bien mallkime, etiketime, xhanxat shumëta mbi si fajtor bazë për gjendjen. Pra, ky popull është kështu deri tek absolutizimi i cilësimit i popullit si popull i prishur. Edhe nga pikpamja etike, edhe nga pikpamja logjike. Nuk qëndron, do thotë është gabimisht generalizimi i gjërave. Andaj na edhe kur flasim për politikën, edhe për median, edhe për akademizmin, aktivizmin, për çdo herë do të jemi të vëmendshëm themi disa prej tyre. Nuk mund të gjeneralizojmë gjërat, sepse çdo herë në gjitha këto struktura ka njerëz ndershëm dhe njerëz të mirë, domthonë sepse do të ishte e padrejtë edhe gabim të gjeneralizohen gjykimet tona. Edhe aq më tepër do të ishte gabim i madh po të gjeneralizonte gjykimi jon negativ për gjithë një popull. Nuk mund të jetë e vërtet as saq. Andaj profeti jon i dashur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam insistonte që njerëzit të kenë qëndrime pozitive edhe optimiste karshi fenomeneve dhe karshi popujve në përgjithësi. Andaj e ndalon kategorikisht, do thot, sharjen dhe mallkimin dhe generalizimin e të keqet të një popull. Dhe thot i dashur jon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, "Men qala halaka an-nas fa huwa ahlakahum." Kush thot se janë shkatruar njerëzit, janë prishur njerëzit, ai është më i shkatruar i tyre. Ose ai me këtë fjalë domon i dëmton ata në kuptimin se i injoron edhe i etiketon me gjëra që nuk e meriton ata. Se populli është një tërësi e madhe e njerëzish ku ka të mirë edhe ku ka të këqij. Normalisht
ajo që mbetet cilësi ose veti generalizuese është dominante cilës anë është aty. Edhe kjo është roli i pjesës aktive të muslimanit në shoqëri. Ne vazhdimisht e shohim se muslimani që nga momenti kur e kupton qëllimin e krijimit të tij nuk mund të jetë pasim shoqëri. Ai duhet të jetë aktiv në përmirësimin e gjendjes së vet, familjes së tij, rrethit të ngushtë e kështu dal nga ata duke zgjuar rrethin. Derisa kjo të mos kritike, e cila do ta luajë rolin e korrigjimit dhe mbrojtjen avangarde e popullit. Do ta mbrojnë popullin edhe nga futja e dukurive destruktive, degeneruese brenda një popullit. Për shembull, kur jemi në një udhkryq mes idealit edhe interesit, kjo avangard, kjo mos kritike duhet jetë ajo e cila ka me na mësu neve gjithë popullin se nëse jeni në udhkryq, duhet të zgjedhësh me do e mos, ose idealin ose interesin, duhet të jesh i parapërcaktuar, pa hezitim, pa hamendje, se ideali është i pari, interesi s'është më rëndësi. Ose, kur jesh në udhkryq tjetër mes kauzës dhe karrierës, ti duhet të jesh i vendosur se karriera domosdoshmë nuk është element momentan, nuk është interesi joti superior. Interesi joti superior është kauza jote. Interesi kombëtar, interesi i shtetbërjes, interesi i kënaqësisë Zotit e kështu me radhë. Andaj, kjo është ajo roli i avangardës, ajo mase kritike, e cila do thotë zakonisht e përgatit popullin që në momentet kritike të dinë se si pozicionohet. Dhe farë Zotit, do thotë populli jon e ka tregu maturinë e tij në momente kyçe. Për shembull, në luftën e Kosovës në vitin 1998 dhe në 1999, populli shumë në mënyrë më të qartë edhe më të mirë ditit përcaktohet në cilën anë do të jetë, sesa disa elitar. Se një pjesë e elitarëve, ta themi kështu të roç, thonin Adem Jasharit, rahmeti pas shpirti, që sot ne kemi heroj kombëtar, thonin është produkt i udhbës. Nuk e harrojmë na këtë situatë. Ata ishin elitar në atë kohë. Mirë po populli tha jo, kjo biri jon është. Edhe do të e përkrahan edhe e ndihmuan edhe normalisht përkrahja popullore atyre celulave të para të PUÇK-s e bori domethënë edhe ndryshimin e gjendjes së shqiptarëve në Kosovë. Kështu që do të populli në momentet kyçe ditit luan rolin domethënë pozitiv që të jep një ndihmës do thotë një idealit të sinqert, edhe pse do thotë një pjesë e elitës asaj kohe vlerësonin se është destruktive dhe e dëmshme. Dhe kështu në proceset zgjedhore vendimtare, domethënë populli shqiptar ka ditë momentet kyçe të vendosë me vendime që janë në dobi dhe në favor të popullit shqiptar, jo të partive të caktuara politike. Shpresojmë dhe lutim se kjo do të shtohet kalumen nëse na punojmë për të prodhuar një masë elitare dhe vërtet, e cila e meriton pozitën e elitarizmit në aspektin editorisë, fillimisht pastaj edhe në profesione tjera që kemi nevojë na për të pasur njerëz të përgatitur edhe si politikanë që njohin politikën edhe si teori, edhe si zbatim, sepse fatkeqësisht shumica e politikanëve sot që merren në politikë janë zbatues politikash, mirë po nuk janë teoretician politikash. Nuk janë ideator politikash. Nuk janë, sepse ata politikën e kanë marrë si zanat, ta themi, jo si shkollim. Dihet shumica e figurave domethënë dominante në politikën shqiptare njerëz me profile ose letërsi, ose domethënë ndonjë shkencë tjetër, mirë po jo tamam si politik të cilën e din edhe teoretikisht, pastaj ka dhe përvojë. Është vërtet ajo që për shembull të rrallë janë ose shumë të pakët dominojnë ata që nuk ka një teori të tyre politike. Pra janë politikanë, por nuk identifikohen me një mendim të përpunuar, të maturuar në kohë. Sistematuar. Ashtu politik, pastaj që edhe mbeten në kujtesë e brezave pikërisht me këtë mendim politik, që do të thotë që ka një defekt jashtëzakonisht madh. Edhe interesante është në mënyra se si i qasër, sepse janë shumë zëra dhe janë shumë faktorë. Për shembull, unë po mendoja ky lloj debati, ky lloj mesazhi që përcillet deri këtu, nuk do ta gjesh. Nuk do ta gjesh. Kjo qasë për shembull që gjendet deri këtu, sepse unë i vëzhgoj me imësi gjithë tematika që trajtohen për media, ti e the. Për shembull, ne nuk kemi tematika mbi arsimi, mbi sfidat e arsimit, mbi sfidat e edukimit. Nuk kemi më tepër tralalara në televizionet tona, në media tona, dhe nuk i kemi këto. S'kemi provim librash, s'kemi provim autorësh, domethënë bota sot farë Zotit është shumë e afër nëpërmes teknologjisë. Kemi na domethënë filozof, shkencëtar, botnor në nivele globale. Fatkeqësisht neve na mungojnë librat e kokave më të mëdha të shkencës, e kokave më të mëdha të mendimit modern,
teori domethënë të sistemeve politike. Fatkeqësisht gjithë këto botime ngelen në gjuhën angleze, në gjuhën franga apo në gjuhën tjera. Realisht shumë pak në gjuhën shqipe. Ngelet mungesa e promovimit tyre, mungesa e debatit, do të në për simpoziume caktuara në libra. Une pak si në shaka, pak si domethënë si objektiv, u a tham çunave që i kam përreth, nuk mund të bësh intelektual i vërtet nëse nuk i ke lexuar minimum 1000 libra. Tash për t'i mbledh 1000 libra sot është vështirë, jo për t'i lexuar. Mirë po, nëse i lexojmë 100 libra në vjet, për 10 vite i lexon 1000 libra. Nëse nuk i ke lexuar 1000 libra, nuk mund të jesh ti intelektual i vërtet. Tash parashtrohet pyetja, na kemi politikanë që kur janë futur politika kanë qenë me shkollë të mesme. Po flas për vitet tona, po flas ndoshta andej ka qenë shkollimi pak më i avancuar në kohën e Xhaxhit të Enver që quhet. Mirë po këndej ka pas njerëz që janë futur politikë me shkollë të mesme. E pastaj duke qenë politikë janë bërë doktora shkencash. Duke qenë politik. Edhe paramendo pastaj sa vlerë ka ai titull shkencor që e ka ai. Po të bëj një pyetje në rrafshin lokal. Ka shoqëria maqedonase, pra shoqëria shqiptare në Maqedoni, individ të përgatitur që shumë mirë do ishin në pjesën e elitës politike, elitës kulturore, të elitës mendimit, por si që shpjeguat ju në fillim, rrethana, kurthe, jo kurthe, por skemat të caktuar, edhe kurthe, po. Gjithsesi politika i ka lënë në hije dhe të papotencuar. Politika realisht me atë sa jemi duke përcjell politikën shqiptare, në gjitha trojat shqiptare politika është ndruar në një lojë kurthesh, ku njerëzve të spikatur, njerëzve meritor nuk i jepet hapësira aq edhe e madhe. Ai mund të jetë i spikatur në një parti politike në momentin kur ai do të jetë i nështrueshëm totalisht liderit politik të asaj partie. Në momentin që ai do të ketë alternativa ose mendim opozitor brenda partisë, ai automatikisht nuk do të përjashtohet nga partia sepse demokracia nuk e lejon çdo tillë, mirë po ai do të anashkalohet në asnjë situatë dhe formë që ai vetë të largohet nga veprimi aktiv politik brenda asaj partie. Kemi na shqiptarët edhe në Maqedoni, kemi edhe në Kosovë, kemi edhe në Shqipëri, kemi edhe në Preshev, kemi edhe në Ulqen. Shqiptarët si popull, ne thash në fillim, jemi popull pjellor, edhe kemi na mjaft burra intelektualisht ngritur, për fatkeqësisht do të duke mos ja dhënë hapësirën e duhur, ato neve na ikin. Në këtë pikë, sidomos tani për shembull Perëndimi që ka hapur dyert e veta për kokat intelektualisht ngritura, të gjitha lemit. Ai do t'i merr gjithë kokat tona, edhe kjo është prej sfidave të integrimi që i kemi. Do nëse na nuk, edhe kjo është prej pasojave të një politikbërje jo të shëndosh. Edhe përgjegjësia e parë është atyre që e kanë dorë sot pushtetin, pastaj edhe e popullatës në përgjithësi. Se nëse na zhvillojmë një politikë të tillë si jemi duke e zhvilluar, ku kemi mungesë të zhvillimit të shtetit në aspektin infrastrukturor, në aspektin ekonomik. Gjitha këto koka që do të jenë ndoshta jo aq shumë të shumta në numër, mirë po që do t'i kemi edhe ato do të na ikin, sepse normalisht do të jetë shumë e logjikshme se çdo njeri kërkon të jeton me dinjitet. Dhe nëse një njeri nënçmohet dinjitetit i tij, sidomos një intelektual të mirëfillt, ai nuk e pranon domethënë tutorizmin domethënë e një partie politike ose një lideri politik. Ai kërkon hapësirë, kërkon autonomi, kërkon domethënë hapësirë veprimi pavarur. Edhe nëse nuk i jepet hapësira në vendin e tij, ai do të kërkon në vende të tjera. Perëndimi sot ja jep atë hapësirë. Edhe jep dinjitet, edhe jep jetë domethënë ekonomike të mirëfillt. Edhe pra shkak do të neve në kësi situata ku politika jonë merret me vete dhe jo me zhvillimin e shtetit, ne do na ikin kokat dhe përsëri ai elitë që duhet të ndërtohej nga këta kokat intelektuale të vërtet, do të na do të mbetet improvizimi i dytë me elitë jo meritore. Po, por ka dhe një diçka tjetër këtu, sepse është krijuar edhe një elitë, sigurisht mediatike, e mendimit kritik, që në një farë mënyre ishte e famshme ajo thënia e Fabio Capellos kur vendosi ta linte pakinën. Pra, tha, nuk do jem më as trajner, që këtu përfundon karriera ime. Tha, do të bëhem komentator, se kështu jam gjithmonë i fituar. Është momenti i marrjes së përgjegjësisë. Ka një ngulfatje, përpos asaj që është njerëzore që këtu nuk e gjej hapësirën, unë po shkoj atje se këtu s'më respektojnë. Dhe kjo është më tepër në çështje tregu, sepse një aspekt të tillë e ka pas dhe profeti i Zotit. Pra ka bërë një zhvendosje, por zhvendosja nuk ka qenë me një objektiv caktuar, ka qenë edhe kthimi më pas.
Ka bërë një zhvendosje në funksion të kthimit. Ka pasur një vizion, sigurisht nuk ka gjetur për kraje, por ka marrë përgjithësi. Pra, zhvendosjen e ka bërë në emër të përgjithësisë. Zhvendosjen nuk e ka bërë në emër të sigurimit të jetesës materiale. Këtu kam frikë se do t'jetë ndryshe. Se po t'ishte në këtë rafsh, do t'ishte shumë e shëndosh. Po, pikërisht. Vetëm si fenomen, pra marrje e përgjithësive. Pa justifikuar, pa arsyetuar. Se unë mendoj të kundërtën. Unë mendoj se çdo shqiptar intelektualisht i ngritur më shumë vlen në vendin e vet se jashtë. Edhe më shumë e ka borxh, e ka obligim të shërben vendin e vet se jashtë. Unë e përmenda vetëm si rezultat, çka do të ndodh. Jo se ai rezultat është i justifikueshëm. Asesi, ai rezultat nuk është i justifikueshëm. Mirë, po ajo ka menduar edhe andaj më thash përgjithësinë për këtë e marrin ata që kanë sot pushtetin. Se ti mirë për edhe unë si hoç. Qëndrojnë tokat tona, do të gjendja ime do të ekonomike edhe vështirësitë janë shumë më të mëdha. Për dallim për të qenë për shembull hoç në perëndim. Shumë bukur e the. Mirë, po unë ua kam thonë edhe miqve edhe dashamirëve edhe kolegëve. Një hoç shqiptar me gjitha vështirësitë që i ka, më i vlefshëm edhe më i rëndësishëm është në tokat shqiptare se sa në diasporë. Po, në diasporë ka më lehtë, gjendjen ekonomike do ta ketë më të mirë, punë do të ketë më pak, mirë, po peshën nuk do ta ketë sikurse e ka në vendin e tij. Andaj edhe unë e thras çdo intelektual që përveç aspektit të ngritjes intelektuale dhe akademike, ai të ngritet edhe moralisht, edhe në aspekt të dinjitetit dhe të duron gjithë vështirësitë e zhvillimit që i kanë vendin e vet për një ardhmëri më të mirë. Se nëse na ikim nga ky vend që jemi pjesa tash e mesme e shoqërisë sonë, as e reja, as ajo plakaja. Nëse na ikim nga kjo shoqëri, do të thotë fatkeqësisht ne e lëm rinin që vjen pas neve pa udhërfyes, edhe i mundsojmë shtresave të kaluara domosdoshmë ata të krijojnë dominancë me gabimet e veta që i kanë. Ne nëse mendojmë se jemi një shtresë e ngritur, e ndërtuar në sistemin postkomunist, dhe jemi me një frymë revolucionare, pozitive, na duhet ngelemi këtu dhe të bëhemi modelet e brezave që vijnë pas, edhe sakrifica jonë do të shpaguhet pastaj me suksesin e brezave që vijnë pas nesh. Mu më vjen mirë që dolëm në këtë pikë dhe ti edhe këtë mesazh dhe ofrove edhe ti modelin tënd individual, sepse kjo është bërë sfidë e gjithë shoqërisë shqiptare. Unë personalisht gjithmonë e shoh me shqetësim dhe e potencoj këtë me aq sa kam hapësirën dhe rolin tim në komunikim që ne jemi një popull konsumator dhe po mbetemi konsumator dhe po shkojmë drejt konsumerizmit pa që një popull ndërtues. Dhe besoj, nuk e di nëse mundet ti të më plotësosh ose dhe të më korrigjosh do desha, nëse mund të evidentosh që handikapi më i madh yjini përpos zgjërave shumë të mira që mund të kemi është pikërisht që ne nuk po bëhemi dot popull ndërtues. Pra, ne shkojmë të shfrytëzojmë, të marrim nga të mirat që tjetri ka krijuar me shumë sakrifica, me shumë durim, sepse po themi, po marrim referencë botën e Perëndimit, ne e dimë që historia e Perëndimit është një histori e sakrificave të jashtëzakonshme për të arritur në këto standarde, nuk është kaq e thjeshtë. Shumë e vërtetë. Është sprovuar me ndryshime sistemesh, me betejë, me luftra, me revolucion. Lufta ditëbotërore do të 70% e Perëndimit ka krijuar sigurisht një mirëqenie, dhe ti shkon ta shfrytëzosh atë, ta marrësh nga dirsa që ai ka krijuar, ta marrësh të gatshëm, pa qenë i aftë ta ndërtosh vetë atë. Kjo është njëra prej defekteve se na si shqiptar i kemi, mos ta them gjenetikisht, por i kemi në tërësi se na jemi shumë të aftë të punojmë në mënyrë individuale, deportojmë thellë, larg, mirë po në organizimin ton dhe menaxhimin e resurseve njerëzore nuk jemi edhe aq suksesshëm. Jo rastisht edhe kombëtare shqiptare nuk e ka trajnerin shqiptar. Është refleksioni i shkafit kjo, nuk është rastisht ajo. Andaj, në politikë, faktisht, politika fatkeqësisht gjermantani nuk na ka ofruar një menaxher të mirë situatave. Po, ma tepër luhet në formën e klaneve mafioze, ku është i pari i cili dikton domethënë pushtetin e tij brenda partisë vet, në mënyrë domethënë autoritare, në mënyrë domethënë të mendimit më të saktë dhe më të mirë të dhënë. Edhe kjo është ajo që shumë shqiptarëve u lehtëson procesin e kalimit nga tokat tona në tokat tjera, sepse atje sistemi është i vendosur, edhe ti vetë do të inkorporosh në sistem dhe nuk do të kesh shumë angazhim për të organizuar do thotë atë strukturë. Po u ngele këtu, çfarë do lëmie, qofsh hoç, qofsh mjek, qofsh gazetar, ti çdo ku do të futesh përveç se të jesh punëtor profesionalist, do të jesh edhe menaxher ja se punë që e bën ti. Edhe normalisht dy funksione për një herë, jo gjithherë, jo çdo shqiptar mund t'i bën me sukses. Edhe andaj ikin, mirë po, unë përsëri them
se qëndrimi në vendet tona, durimi i situatave të vështira që jemi, luajtja e roleve 3 fishtat, 4 fishtat ndoshta ndonjëherë në shoqërinë tona, do të jetë shumë e rëndësishme për një ardhmëri më të mirë tonën. Sepse dështimi jonë sot, për shembull, unë e them shpeshherë, luftat që kanë bërë shqiptarët në shekullin 21 kanë qenë lufta të rëndësishme, mirë po kanë qenë fillimi i ndryshimit. Ata se kanë dhënë këtë ndryshimin. Ndryshimin e japin pas të shtesa intelektuale, elitare. Ata domethënë që dëshirojnë punojnë për këtë popull. Jemi na të gjithë ata që mund të kontribuojnë për një ndryshim në të ardhmen sonë. Nëse na sot do thotë me guxim, me heroizëm, me altruizëm, me fisnikëri, me dinjitet, punojmë që t'u aletojmë brezave që jemi pas në rrugën, se nuk ka qenë e vështirë, nuk ka qenë e lehtë dhe nuk është e lehtë akoma rruga e çdo intelektualit për të ndryshuar gjendjen në shoqërinë tona. Mirë po, nëse na kemi durim edhe rezistojmë këto vende tona, edhe presioni indirekt që na bëhet apo direkt për të braktisë këto vende për shkuar secili në qoshët e dynjas, e për të valon terrenin e lehtë atyre që sot po momentin e kanë pushtetin këto vende, do të ishte shumë e dëmshme për ardhmërinë e popullit tonë. Sepse desha ndalim edhe pak, janë minutat e fundit për ta evidentuar një fakt. E përmendëm që para është krijuar një elitë kritike, pra ndaj pushtetit, ndaj qeverisë, ndaj pushteteve, sidomos në Shqipëri. Përfaqësuar nga disa emra të caktuar që gjithmonë janë në atë panelet mediatike. Dhe po vëzhgoja një ditë nga punët e tyre prezantuese janë, sepse është bërë në modë sot, janë dhe portalet. Pra secili për tyre ka një portal. Dhe po i vëzhgoja me vëmendësi gjitha portalet që kanë. Me fjalë, me një vështrim shumë me syri shumë profesional, por dhe etik, nuk mund të gjeje një model, me fjalë, një model profesionist tek produkti i tyre mediatik. Unë mendoj se ky produkt i portalit sot është bërë produkt edhe një fëmijë 17 vjeçar mund të avon një portal, madje edhe të fuqishëm edhe me ndikim. Desha them që modeli që ajo përpos elementit oral, pra të verbal, modeli praktik, modeli i prekshëm ishte një model që klinte shumë për Unë atë duhet të ata deri tani është dashur të bëjnë akademi të mendimit, akademi të gazetarëve, institute të lloj-llojshme të mendimit të lirë. Ata do të bëjnë institucione që do të edukojnë spaku 10, 20, 50, 100 njerëz. E bëjnë këto dot, e marrin këtë përgjegjësi. Unë nuk kam pa. Unë nuk kam pas një institut ose akademi, domethënë, për prodhim mendimi ose domethënë gazetarësh privat. Ata njerëz që janë figura kritike nuk e kanë bërë një gjë të tillë. Po, është e vërtetë se kanë ato pasojat e veta, kanë harxhimet e veta, domethënë është, mirë po, këtu del suksesi i jon. Andaj gjithë na që kemi mendime kritike, mendimet tona duhet të shohim me veprime me veprime paralele të asaj që e bën pushteti. Që të ofrojmë domethënë alternativë rinjisë sonë. Që rinja jonë mos jetë e detyruar detyrimisht të nështrohet pushtetit për siguruar kafshët e negojës, sepse shpeshherë kësi situata sillen të rriton. Edhe normalisht duhet të justifikuar ndoshta disa herë kur ai ngelet mes urisë edhe një punë mizore, do ta pranojmë një punë mizore sepse është i uritur. Edhe në kësi situata nëse ne intelektualët kritik nuk japim alternativa, atër një pjesë përgjithësisë ngelet edhe jona. Hoxh i nderuar, të falenderoj për gjitha këto shtjellime, të shoqëruar sigurisht dhe me mesazhe mjaft të vyera për masën, për audiencën që na ka ndjekur, sepse vërtet janë gjëra që thuhen rrallë, piktakohen në mendimin dhe në kumtimin publik të shqetësimeve tona, por që ka një vlerë të jashtëzakonshme. Unë ndihem shumë i satisfaksionuar që nga kjo hapësirë e Nektarit dolën mendime kaq të dobishme për mbarvajtjen e shoqërisë tonë. Faleminderit edhe juve, e themi këtë që e themi nga dashuria që kemi për popullin tonë dhe vendin tonë. Ju falenderoj. Nga dashuria e sinqertë që kemi që ky popull dhe ky vend të gjendje shumë më të mirë sa kjo që jemi sot. Pasi diskutim. Ju faleminderit gjithëve që na keni ndjekur dhe besoj të keni mbetur të kënaqur nga këto minuta me Hoxhën e nderuar Bekir Alimi. Bashkë ju takojmë.